Përshëndetje, nesër në Guangzhou, një metropol në Kinën Jugore, do të hapet edicioni i 139 i panajirit e importit e eksportit të Kinës, ose panajiri i kantonit. Për aq sa që di unë, çdo biznesmen shqiptar që merret me tregtinë me Kinën e njeh shumë mirë këtë panajir. Por çfarë magji e ka këtu? Mos humbisni emisionin e sotëm për ta mësuar. I hapur në vitin 1957, panajiri i kantonit është panajiri më i vjetër, më i madh dhe më i ndjekur ndërkombëtarisht i Kinës. Vetëm panajiri i vjetshëm ndërhoqi mbi 310.000 blerës të huaj nga 223 vende dhe rajone të botës. Prandaj, ai cilësohet si barometër i tregtisë jashtëme të ekonomisë së dytë botërore. Por sa është sipërfaqja e këtij panajiri që mund të presë mbi 300.000 blerës? Përgjigja është 1.550.000 metra katror ose sa 217 fusha standarde futbolli. Panajiri ofron mbi 74.000 stenda për më shumë se 30.000 ndërmarrje ekspozuese. Kjo do thotë që për të parë të gjithë panajirin, nëse rini 5 minuta në stendat e secilës kompanie, do t'ju duhen të paktën 3 muaj e gjysmë pa ngrënë e pa fjetur. Kështu që para këtij deti madrash, vlerësit dhe vizitorët të kanë qëllimet shumë të qarta e të sakta, pasi është e pamundur të shohin gjithçka. Nga ana tjetër, panajiri i kantonit nuk zhgënjen askënd që hyn në të. Ta marrim panajirin e sivjetshëm si shembull, ku përveç produkteve tradicionale si makineri, të veglat, pajisje të ndriçimit, materiale të ndërtimit, mobiljet, madhra shtëpiake, dhuratat e zbukurimet, paraqiten gjithashtu teknologjia e preparuar dhe produktet inteligjente si pajisjet elektronike, automjetet elektrike, sistemet e automatizimit industrial dhe pajisjet e zgjuara për të ndihmuar të moshuarit e tjera. Me një fjalë, mund të gjeni këtu çfarëdo që mund të imagjinoni e kërkesat gjigante mund të plotësohen brenda një kohe të shkurtër. Për vlerësit evropian, panajiri i kantonit ka rëndësi të veçantë. Kina dhe Bashkimi Evropian janë partnerë të rëndësishme tregtare të njëra tjetrës. Tregtia dybalëshe arriti në 785.8 miliard dollar në vitin 2024. Kjo do thotë se çdo minutë madhra me vlerë më shumë se 1.5 milion dollar amerikanë qarkullojnë midis tyre. Në sytë e shumë pjesëmarrësve evropianë në panajirin e kantonit, ekonomia kineze dhe ajo evropiane janë shumë përplotësuese. Për shembull, në panajirin e vjetshëm, dhoma franceze e tregtisë në Kinë nënshkroi memorandum me klubin ndërkombëtar të ekspozitës të Guangzhou për të thelluar bashkëpunimin. Për këtë, nënkryetari i kësaj dhome, Fabien Bakori, vuri në tutje që provinca Guangdong është udhëheqëse në prodhimin e produkteve elektronike, ndërsa Franca është e përparuar në IT-in dhe dizajnin. Kombinimi e përsive të tyre mund të krijojë produkte me cilësi të lartë dhe me çmim konkurrues. Sigurisht në këtë fest tregtare globale, përveç surprizave që gjejnë vlerësit, ekspozuesit mund të përfitojnë edhe nga mundësitë e mëdha. Ndërta, një grup është veçanërisht aktiv, ndërmarrje nga Tajvani. Shumë prej tyre janë pjesëmarrës të rregullt në panajirin e kantonit, që ofron mundësi të pafundme tregu ndërkombëtar. Lin Zhengyi është kryemenaxheri i kompanisë Apache Industrial. 70% e destinacioneve të shitjeve të së cilës përqendrohen në Evropë dhe Amerikë. Panajiri i kantonit është një platformë kyçe për të konsoliduar tregjet kryesore të kësaj kompanie dhe për të shtuar klientë rinjët nga vendet pjesëmarrëse në nismën një pres, një rrugë. Ndërsa Xu Jiarui, përgjegjësi i kompanisë Grill Magic nga Taipei, kryeqendra e Tajvanit, e vizitoi për herë të parë panajirin e kantonit në vitin 2014. Tani klientët e tij të eksportit ndodhen në SBA, Australi, Japoni dhe Evropë, dhe shumicën e tyre e takoi në panajirin e kantonit. Për ta, shtimi i lidhjeve ndërmjet të dy prigjeve të ngushticës ndihmon në lullëzimin e ekonomisë së ishullit dhe nga kontaktet me pjesën kontinentale kanë gjetur mundësi të pafundme biznesi.
Të dashur miq, pavarësisht dëshironi të shisni ose blini globalisht ose thjesht të vizitoni banajirin më të madh në botë, banajiri i kantonit është perfekt për ju. Çdo vit zhvillohen 2 edicione të tij, përkatësisht në prill dhe tetor. Çfarë po prisni? E jani dhe për ta zbuluar me sytë tuaj.